Qeveria shqiptare ka miratuar vendimin që i hap rrugën rikthimit në shërbim aktiv ushtarak në rezervë. Ky vendim i propozuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe i miratuar nga Këshilli i Ministrave ka për qëllim të plotësojë nevojën e forcave të armatosura me personel të kualifikuar dhe të forcojë kapacitetet mbrojtëse të vendit. Sipas këtij vendimi, ushtarakët që kanë qenë më parë në shërbim, oficer, nën-oficer apo ushtar dhe detar, do të kenë mundësi të rikthehen në shërbim aktiv, kur strukturat ushtarake ka nevojë për specialitetin apo përvojën e tyre. Vendimi ngarkon Ministrinë e Mbrojtjes për të publikuar thirrjet për pozicione të hapura në faqen e saj zyrtare, ndërsa aplikimi do të kryhet online përmes portalit i Albania. Pas dorëzimit të dokumenteve, kandidatët do t'i nënshtrohen vlerësimit nga Komisione Përkatëse dhe Kontrollit të Sigurisë. Kandidatët e përzgjedhur do të titullohen si ushtarak aktiv për t'u emëruar më pas në detyrën përkatëse. Ata do të ruajnë gradën që kanë pasur në momentin e daljes në rezervë dhe nuk do të kenë të drejtë për avancim gjatë periudhës së kontratës. Vendimi gjithashtu parashikon se në raste të mobilizimit të pjetëshëm apo të përgjithshëm, rikthimi në shërbim mund të bëhet edhe pa aplikim, me një njoftim të drejtpërdrejtë nga institucionet ushtarake. Ky vendim konsiderohet i rëndësishëm për të garantuar gatishmëri në radhë të forcave të armatosura shqiptare, sipas modeleve më të mira të vendeve anëtare të NATO-s.